zonja Clinton e ka angazhuar Clint Williamsonin, i cili ka punuar në UNMIK, që ai të jetë në balë të task forces, i cila do ta trajtoj raportin e dikmarrëve, do ta shoh a mund të nxirret diçka prej atij raporti dhe a mund të prodhohen aktakuza. Dhe Williamsoni ka pranuar me një kusht që zonja Clinton nuk duhet i përzihet atij në punët e tij. Dhe ai do ta prodhoj raportin në korrekt të 2014, nëse s'gaboj, dhe do të thotë madje që unë i kam aktakuzat e gatshme, po nuk kam adresë ku duhet të dërgoj. Dhe këtu hyn ajo logjika, nevoja për krijimin e një dhomave specializuara në Hagë, dhe këtu do të ketë një operacion shumë të ndërlikuar politik dhe diplomatik, sepse poshtë tira, për shembull, është dashur në shkutër marrëveshja me Holandën, me shtetin mik, se si të bëhet bartja e të burgosurve ose të ndaluarve dhe si do të ndodh procesi i gjykimit pastaj. Është një superstrukturë juridike e cila është pak a shumë e pamaqshme, pa kuptueshme për qytetar thjesht. Po se gjithë ky mekanizëm, gjithë kjo ndërmarrje, e cila bërimin e ka në pretendimet Kosachevit. Po. Nevojës ruse, serbe për me pretendu diçka në raport me luftën në Kosovë. Po. Nevoja që pak të pashpjegueshëm presionin. Po, nevoja për me dëmtu shtetin e Kosovës, ose mundësisht me rënu, nevoja ruse-serbe ka qenë edhe ku ka më mirë për ta se sa të kriminalizohet lufta e UÇK-s me trafikim organesh, ku ka më keq për një organizatë kështu guerile, prandaj po, nga perspektiva sot me spaku duket goxha paradoksale. Goxha paradoksale, një iniciativë ruso-serbe, mrinte senatori Zbistran, pastaj shkon Këshilli i Evropës, pastaj disi merret bota amerikane kërkesa. Po them për mua e meta e kryesore më e madhe kësaj është që nuk ka ndodhur në Kosovë me faktorën ndërkombëtare gjithë kjo ndërmarrje, sepse të mos harrojmë Hashim Thaçi ka qenë kryeminist në atë kohë. I ka thirrë ambasadorët e Kvintit në zyrën e vet dhe i ka thënë pas ti raportit të martit, a është rënë të riun e kryeministër apo duhet të jap dorëheqje sepse akuzat janë tepër të rënda. Po Christopher Delli, i cili ka qenë ambasadori i Amerikës në Kosovë, po dhe gjithë ambasadorët tjerë të Kuvajtit ka thonë jo, sa për ne ti nuk ke obligim të japësh dorëheqje sepse këto janë pretendime të cilat nuk dima do të vërtetohen ndonjëherë. Prandaj edhe ka mbet Hashim Thaçi si kryeministri i Kosovës, por pastaj është marrë një obligim, një detyrim i joni veç pas dhe amerikanëve. Mos harrojmë se kjo është megjithatë një rrëfim i shtetit fund e kry ka adresën në Washington. Kemi marrë parasysh që duhet të bëhet diçka dhe na është garantuar që do të ketë një proces të mirëfillt, transparent dhe që nuk kemi alternativë. Ju ka qenë se ka ekzistuar atëherë, ekziston edhe sot. Nganjëherë bëhet me kesa dashësi, po tek e fundit qëndron deri diku fakti që ka qenë partinë pushtet që e kanë votuar. Mos aksesht edhe PDK-ja. Ka qenë in sistem edhe i vetë Hashim Thaçit, edhe kërkesë e tij prej partisë që ta votojnë ndryshimet kushtetuese. Akuza është vetë keni bo. Pra akuza është vetë keni bo jo, nëse qenë ka e keqe çfarë po thoni, vetë keni bo, pse e keni bo? A ka pas skenar paralel ose çka kishte ndodhur nëse Kosova nuk e kishte themeluar gjykatën speciale? Çka kishte përgjigje çasaj kërkese ndërkombëtare dhe presionit ndërkombëtar? Unë kam qenë deputet në atë kohë. Po. Kem pas komunikim të vazhdueshëm me diplomacinë amerikane dhe insistimi i tyre ka qenë që duhet të bëhet gjykata speciale ose alternativa me 6 do të jetë që të bëhet një tribunal ndërkombëtar në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ky ka qenë opsioni i cili na është prezantuar. Tash a do të bëj apo jo është temë në veti, por edhe po mos bëj ky tribunal ndërkombëtar, mos harrojmë ka qenë një kërkesë këmbgjuese kategorike e administratës amerikane të presidentit Obama dhe mund të marrë me mend se çfarë sanksionesh politike dhe diplomatike do të kishte Kosova në vitin 2015 mbi gjitha nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po mos ta bënim dhomat e specializuara. Diskutuat çka mundën me qenë? Jo, po them, ne as i kemi menduar që të hyjmë në konfrontim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se ka qenë klim tjetër politike në Kosovë. Mos harrojmë 2015 është ka tjetër klim politike, këtë atmosferë tjetër politike dhe ne midis konfrontimit me Amerikën dhe përfilljen e një kërkese të Amerikës me pretendimin e përbashkët që do të bimë poshtë akuzat e senatorit Martit, sepse nuk ka trafikim organesh, atëherë bindja jon ka qenë që mirë është të shkohet deri në fund.
që ka të bëjmë një periudhë afat shkurtër kohore ose afat mesme variantin më të keq, edhe do sqarohet njëherë për gjithmonë. Kështu që nuk kemi pas alternativë. Edhe na është prezantuar që po them opsioni tjetër është votimi i Tribunalit në Këshillin e Sigurimit të OKB, sepse gjërat kanë shkuar tepër larg. Tepër larg me media, tepër larg me politikë ndërkombëtare, tepër larg nga ana e Rusisë. Themelimi patjetër i gjykatës po tash në OKB, Po. që trajton të njëjtën çështje, Po. i pasum edhe me sanksione Po potenciale. gjithsesi. Edhe tash supozimi jon ka qenë që një tribunal ndërkombëtar përfshin gjykatës prokuror të kontinenteve të ndryshme, të shteteve të ndryshme, shumica prej të cilave as nuk e kanë njohur Kosovën apo edhe nuk e njohin fare Kosovën, nuk e din çka është Kosova. Pretendimi jon ka qenë, dhe analiza jon ka qenë më mirë është të formohet dhomat e specializuara me prokurori amerikane, me gjyqësi evropiane, e cila do të bashkëpunoj në trajtimin e kësaj teme. Po ju keni pas atëherë komunikim me diplomat. Po. Çka ka mujt me ndodh Kosovë? Çfarë natyre kishin qenë sanksione? Dhe në çfarë mase kishin shku? Na po flasim për vitin 2015. Akoma pavarësia e Kosovës nuk ishte stabilizuar, ne ishim bërë shtet, kishim marrë njojve, por akoma kishim të lashe të mëdha në procesin e sigurimit të qëndrueshmërisë ndërkombëtare. Po them mbi gjitha autoriteti moral e politik i Shteteve Bashkuara të Amerikës ka qenë aq i madh, sa që në fundit ne thonim mirë, nuk ka mundësi që të na del ndonjë hidhrim nga kjo temë, nga kjo punë. Më kujtohet një takim shumë interesant në Bruksel në shkurt të vitit 2015, ka qenë kryeministri Mustafa ka qenë atë botë kryeministër, Hashim Thaçi ka qenë zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i jashtëm. Unë kam qenë pjesë e këtij ekipi dhe pjesë e bisedimeve në Bruksel dhe u patëm takuar me Hojtin, ka qenë zëvendës asistent sekretar në State Department. Dhe Hojtin në një moment duke insistuar që të bëhet gjykata speciale, po flasim për shkurtin e vitit 2015, në moment tha, ajo kujtohet ndonjëherë që ne nuk e kemi mbajtur fjalën. Pse miremi me ju. Si Thaçi, si Mustafa thanë jo, sa e dim ne ju gjithmonë kemi mbajtur fjalën, edhe prandaj fjala këtë kontekst kishte të bëjë që nuk do t'ju del hidhnim nga kjo punë. Edhe po nuk besoj kur që ka bërë me prapavi Hojti që me qëllimisht na ka thënë këtë, po atëherë në vitin 2015, si në Washington, si në Prishtinë, besoj që kjo duhet të ezaurohet si temë, duhet ta trajtojmë si temë dhe duhet ta mbyllim një herë përgjithmonë, se na herë vike, herë u ktheke shtëpia verë. Shtëpia verë dikun ishte aty prej vitit 2001-2002, herë u zhduke, herë u ktheke, herë u zhduke, herë u ktheke. Kështu që ne vendosëm më mirë një herë përgjithmonë ta trajtojmë këtë temë sepse nuk ka gjë. Kosova dike që s'ka gjë për kësaj teme.